Majoranca dhe opozita duket se kanë gjetur konsensusin për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Me konsensun e arritur mes PS dhe PD, ofrohet barazi reale për shumicën dhe pakicën në komision, por gjithashtu do të përfaqësohen edhe partitë e vogla që nuk kanë formuar dot grupet parlamentare. Palët kanë zgjedhur një zgjidhje për PSD-n e Tomdoshit që ishte kthyer në Mollsherri. PS kërkonte një vend në anën e opozitës për Partinë Social-Demokrate, por Partia Demokratike refuzonte duke se Tomdoshi historikisht ka votuar pro Ramës dhe kjo nuk është një barazi reale. Kështu, Partia Socialiste ka bërë një hap pas dhe nga 8 vendet që i përkojnë asaj në komision do të mbaj vetëm 7 karike dhe një vend ja rezervoi Partisë Social-Demokrate të Tomdoshit, ndërsa një sakrifis do të bëjë edhe Partia Demokratike, e cila vendet e saj do t'i mbaj 5 Partia Demokratike, 1 Partia Republikane, 1 Partia e Lirisë dhe 1 Agron Shehaj. Komisioni me 8+8 dhe me 2 bashkëkryetar me të drejtë vetoje pritet të ngrihet në seancën e 30 tetorit në Kuvend, duke hapur rrugën për nisjen e punës mbi ndryshimet e mundshme në kodin zgjedhor. Ngritja e Komisionit të Reformës Zgjedhore pritet të miratohet në Kuvendin e Shqipërisë javën e ardhshme.